Miqtë e mi, ju përshëndes nga fshati Katundisht. Ndodhem në Këlqyr, ndodhem në Përmet, ndodhem në një vend shumë të bukur, mes natyrës. Shikojeni vetë, pa fjalë. Këtu do duhet të kishte turizëm, do duhet të kishte bujtina, shumë bujtina. Do duhet të kishte të rinj, do duhet të kishte turist, por ne kemi harë për hall, sepse banorët kanë aq shumë halle sa turizmi është gjëja e fundit që ata mendojnë. E për këto halle, ata dolën dhe protestuan para disa ditësh para Bashkisë Këlqyr. Ne kërkojmë drita, kërkojmë rrugët janë bërë katastrofë. Kemi tensionin elektrik, është bërë që kur u bë elektrifikimi i vendit, që 76-ën. Është komplet i amortizuar. Një herë let fryn edhe ne rrim pa drita. Rrugët janë vidhisura, janë bërë për turp të Zotit. Ujë të pishëm është me pengesë. Tubi është atje, po s'ka ujë. Nuk punohet me përgjegjësi. Ne do bllokojmë rrugën nacionale. E do marrim akt ekstrem. Këto dhe të tjera ne do t'i diskutojmë me ata banorë që mundën të gjejmë fshat. Duhet kuptuar që ky ka qenë një nga fshatrat më të mëdhenj aso kohe, me 400 shtëpi. Po sot kanë mbetur shumë pak banorë në fshat. Dhe mes tyre ne mundëm të gjejmë aq sa mundëm. Të tjerat kanë probleme, kanë halle, janë në punë, ndodhemi në fshat, merrem me bujqësi. Kështu që do falenderoj këta banorë që kanë mbledhur. Banorë, faleminderit. Kryeplak, faleminderit. Komplimente për fshatin. Super, thon kosovarët, super. Faleminderit. Po, ne nuk kemi mbledhur për turizëm sot. Edhe pse do donim shumë të flisnim për turizëm. Kryeplak, pse protestuat? Ne kemi protestuar 2 herësh para Bashkisë. Po, mbajeni afër lutem. Si quheni? Ta fillojmë mbar. Ilirian Muaj, Po. fshati Katundisht. I zgjedhur nga I fshati. zgjedhur nga fshati. Shumë bukur. I pa dëshirueshëm nga kryetari i Bashkisë. Okej, do flasim për të. Po pse i pa dëshirueshëm? I pa dëshirueshëm se ai do t'i emëroj njerëzit. Pse i ka emëruar në vende I të tjera? emëron në vende të tjera diku shumë kryetar fshatash janë të emëruar dhe nuk e ngrezën asnjëherë. Po ligja e thot duhet ta zgjedh fshati. Duhet ta zgjedh, po tani këta kanë kaluar në emërime. Se ashtu edhe vetë ai e vodhi Bashkinë, jo se fitoi. I ka mashtruar shumë. shumë. Ai thotë mora me Nuk votë. e ka marrë. Ai e ka vjedhur. Mirë, okej, ka vjedhur. Vinte problemet. Pse ke protestuar bashkë me banorët në krye të protestës? Unë kam protestuar bashkë me banorët, se këta kanë shumë halle. Po? E para, këta nuk kanë rrugë, nuk kanë drita. Po rruga ishte shtruar më krye. Rruga është shtruar që nuk onepotes dhe nuk mirë mbahet. Kjo rruga këtu, a? Po, rruga aty nuk mirë mbahet. Po, ai ka hedhur. Po e pas ka shtruar mirë ai, përderisa po thua që ka 15 Ora vjet. nuk mirë mbahet fare. Nuk mirë mbahet. Ba fare, absolutisht, nuk vë njeri dorë. Është të mëshirë të Zotit. Ai ka hedhur që pastroj ballshin me carër bituminoze, edhe ka hedhur në të dy kratë e fshatrave. U ka mërkuar që sa lek është i festuar. E ke fjalën për atë rrugën ku ndaluar? Rrugën atje dhe është dhe një rrugë këtu në aty. Po që kishe edhe rër bituminoze. Rër bituminoze. Nuk ishte asfalt. Pastroj, jo s'është asfalt. Pastroj rërën në Ballsh dhe solli në Katundisht. Kish nevojë të ndotësh Katundishta me rër bituminoze. Vuri tabel kur bëri as tabel, as nuk kam informacion, nuk kam kërkuar informacion. Pra ti kryeplaku i fshatit nuk e di se sa është. Di sa lekë është hedhur në Katundisht. Po nuk ta thanë kur u bë dëgjesa publike? S'ka dëgjes këtu. E buxhet, bëhet dëgjes? Jo, nuk ka dëgjes këtu. Po si mos ka dëgjes? Këtu bën mbledhje të mbyllura. Ne si kryetar fshata nuk na njoftojnë, jo banorët që si njoftojnë, po as ne nuk na njoftojnë. Bile Dëshnica, njësia ime, janë 14 kryepleq dhe nuk njoftojnë asnjëri. Si bëhet buxheti? Hiç, si çdo qefi këshilltarëve dhe kryetarit. Asnjë, jo ky buxhet, po asnjë buxhet nuk është dëgjesa publike. Nuk pyetet populli fare. S'pyetet fare, nuk këtu vendoset me këshilltarët dhe kryetari i Bashkisë, që këshilltarët janë të gjithë në konflikt interesi, të gjithë kanë secilin në njëri të veti në punë, edhe nuk e ngrezën njëri. Po pse ma as opozita s'flet? Po ç'a opozita s'ka, edhe ata që janë të shitur, një ka dalë herë vjen herë s'vjen sot gjon zarin.
2-3 veta në kotë Do me thëmë populli është Po pa opozit këtu në... fare gjithë fare. Vetë shngrihen, vetë prallet e tyre dhe nuk do t'ja di njeri fare për një. Vetëm qa bëni organizime vetë si banor. Vetëm si banor dhe s'do t'ja di njeri fare se kush. Se rojnë, se s'rojnë këta njeri. Tani, e kisha të sakt kur thash që nuk ju takoi kryetari bashkisë apo ju ka takuar Jo, as në ka takuar njeri, kemi takuar atë në kryetare. Po? Kurse ajo s'ka gjendor, ka përcjellë ca letra, po dhe ajo nuk ka gjendor. Po qa ju tha nën kryetarja? Asgjë do t'ja përcjellin kryetarit, i kemi protokolluar gjërat. Lidhur me problemet që kanë shprehur për infrastrukturën, informojmë se është realizuar mbledhja e fundit e Këshillit me Këshillin Bashkiak të Këtyres, ku ka kaluar buxheti dhe janë duke u parë të gjitha mundësitë për të adresuar këto problematika, duke patur gjithmonë parasysh edhe se bashkia jonë është një bashki e vogël. Megjithatë, Bashkia Kërcyr është e predispozuar për të qëndruar pranë banorëve dhe për të realizuar çfarë mundet brenda kompetencave ligjore dhe dëshirës që ka për të zgjidhur këto problematika. Nuk kanë ardhur gjërat më elementare që i takojnë bashkisë. Okej, rrim çfarë i kërkuat ju bashkisë? Ne i kërkuam, Me pika. I kërkuam të mirëmbajnë rrugët. Po. Të erozioni që po gryen arat pa mëshirë. Po e pam, o e ishte dram. Po i gren pa mëshirë të banorëve. I kërkuam ku janë mjetet e rënda. Ku ka ardhur 2 fatdroma, është një varis që ka është blerë me taksat e paguesve shqiptar, edhe një fatdrom. Varisku është për sistemimin e lumit dhe për kanale kulluse, kulluse. Po. Nuk e dim ku janë dhe nuk na ka dhënë si përgjigje që ku ndodhen këto mjete. Janë shitur apo jo? Nuk i keni parë as vizualisht? Jo, si nuk i dim ku janë, nuk kemi kërkuar dhe nuk na kthejnë përgjigje, ku janë. Do me thënë ju po thoni që nuk i keni parë si objekt? Fare. Ndoshta i ka çuar në një fshat tjetër? Po, mund të punojnë punë private, edhe punët që ndodhen në bashkiton, nuk punojnë se nxjerr kunat drejtim me fatdromaj e me makinë. Kryetari bashkisë. Pa këto janë akuza që ne si provojmë. Akuza jo, ja provoj unë direkt. Punët që bëhen në fshat tim, punon fatdrome kunat i tij dhe makine kunat i tij. Po jo këto fatdromat e... Jo, fatdromat e bashkisë jo. Nuk i keni parë fare? Orë gjikundi. As fatdromën, as makine. Interesante. Bashkisë ishte ku ishte? Po ku ishte, ku është sot? Ore dakord, pa histori këtu e. Po si do të marrë? Dikush i ka parë. Jo, se na vën dilem objektin, ha? Jo këtu. Sepse ti si je shtron do thotë që edhe mund të jenë shitur. Po dhe ore se ti fare mund të jenë shitur, kemi kërkuar na vi informacion, nuk na japin. Kuptoj. Tani kur s'ti japin ty, si do japin një banor? Por fare këta nuk i përvillin fare. Ore ne u ndodhi gjithë këto përmbytje, gjithë këto gjëra, ne vetëm policia na ka marrë telefon. Pse keni pas përmbytje ju? Po kishte përmbytje si gjithë zona, gjithë Shqipëria. Po kush ju përmbyti ju? Çfarë përmbyti? O rrugët Lumejn të përmbytje toka. Dolën Lumej? Po doli lumi të shnit. Doli, a? Gjatja u mbyt dhe nuk na ka marrë. Po. Nuk na ka marrë asnjë njeri që të thoj jeni gjallë apo jo. Vetë se policisë keni drita, keni ndonjë problem. Pra policia ju përgjigj. Na ka marrë telefon. Nuk mund t'ja hedhin poshtë ato që ka bërë. E kuptoj. Jo, ne duam të themi gjëra troç, nuk kemi asnjë lloj interesi. Kurse funksionarët që janë drejt për drejt me komunitetin, ore nuk duan t'ja dinë se janë gjallë apo jo komunitet. Rojnë apo s'rojnë. Tani që paguajnë ata taksat e paguesve shqiptar na popull. Tani atje ishin këtu dege, trungje, tek ajo ura. Shumë problematike. Atje çojnë 3 kalamaj të vegjël në mëngjes në shkollë. Kalojnë tek ajo ura. Po, është për ta keq që lumi është gati të hipi mbi te. Ka ditë që është gati hipën mbi urë. Ka hipur, jo hipën. Po ka hipur, është gati, ore. Në moment mund t'i marrë. Mund të krijohet, mund të bëhet një për shkak të atij ledhi që është për shkak të mos pastrimit, të mos mirëmbajtjes. Kur janë krijuar, sa kohë ka ajo situatë? Ajo me ardhjen e shirave, me sezonin që filluan shirat, ka një muaj. Me këto përmbytje të fundit. U kemi kërkuar që të zhbllokohet. Asnjë përgjigje. S'ka ardhur koha thonë. Si s'ka ardhur? Pse kur ka ardhur koha ta pastrojmë? Nuk e di, nuk e kuptoj. Nuk e kuptojmë. Edhe ne s'ka ardhur koha ta pastrojmë. E kuptoj. Po për atë kemi një administrator. Nuk e di, ma është gjallë, është i vdekur. Ik në komunë se gjen gjë. Se gjen, ku ta gjesh, ku është. Nuk e di ku është. A jeton këtu? Është nga Jo, se jeton këtu fare, jeton Sarandë.
Këtë është, na ky. Si mo jeton Po Sarandi? le jeton Sarandi edhe rrogën e merr Shqipëri. Edhe merr në atë. Mund të jetë Greqi, nuk e dim ne ku është. Keni provuar të shkruani kryeministrit, ai ka një portal bashkëqeverisi. Kryeministrit unë i kam shkruar në kohën e epidemisë, Po. edhe ai e ka bllokuar direkt. Se kryeministri ka një gjë që nuk do kritika. A ti filloi me kritika, pastaj Jo, unë i kërkova, jo kritika. Unë i kërkova një ndim, pastaj kritika. Jo, unë i kërkova, i kërkova disa gjëra që ishin vërtet problematike. U shpërndanin disa ndima disa njerëzve që janë në nevojë. Po. Edhe ata jo që si çuan këto gjëra tek njerëzit që janë në nevojë. Po. Po i kaluan diku tjetër. E kuptoj. Dhe i them, ore, si kalojnë këto ndima, e ja shkruaj në atë, direkt dhe që blokua nuk merë më në mua gjëra. Që të blokua direkt. Banorët e fshatit ku janë? Fshati e qeka gati bosh. Fshati, Rrugët janë bosh. fshati gati është, po thoj se mbaroj gjithë. Po si ka qenë dikur? Ka qenë dikur fshati madh me shkollë të mesme. Me shkollë të mesme, gumgjinë, çdo gjë. Po sa e dhimbshme kjo. Me shkollë të mesme këtu, ka pasur shkollë të mesme. Ua. Dhe tani nuk këtu nuk ka asin zemër. Pra kjo shkolla është e mbyllur, Jo, a? është e mbyllur. Kjo ka qenë shkolla e mesme? Kjo shkollë e mesme, shkolla fillore këtu kanë qenë të dyja. Mister mi, shikoni shkollën. Gjithë kjo shkollë. Nuk dëgjon më zë fëmijë e brenda. Gjithë ky fshat. Kaq mundëm të mbledhim. Kjo është drama më e madhe, shpopullimi. Tani, a ndos shpopullimi se ikin njerëzit për një jetë më të mirë, apo ndos shpopullimi se njerëzve u bëhet jetë afer në vendet tyre ku të parët e tyre kishin krijuar jetën dhe jetonin. Me halle, me probleme, po jetonin. Sot po dëgjojmë kaq halle dhe është vetëm kryeplaku, s'kemi kaluar te banorët e tjerë. Po të kishin pas dhe më shumë, imagjinojeni vetë. Kryeplak e trisht që të keni gjithë të shkollë, e mendonte kush që do vinte puna kështu, do mbyllej shkolla? Asnjëherë. Këtu e ke bërë shkollën? Po. Këtu E kam bërë ka qenë në shkollë në poshtë, pastaj është bërë Pastaj u bë kjo. Kur u bë kjo? Kjo është bërë në kohën e demokracisë. Kush kishte bërë në 90? Rri, në 90 u mbyll ajo, s'kishte me. Atëre u mbyll. Po ato që s'janë. Para në kohën Është bërë në kohën e Enverit. Është bërë në vitet 80. Po, ne kemi qenë Po sa atëre ka pas fëmijë. kemi qenë në një shkollë 400 poshtë. cents këtu. 400. 400. Kanë qenë klasat paralele këtu. Sot vjen 400 banor. Ish po sot s'ka fare. 400 banor. Dhe është drejt shkrerje dhe rënimit, një fshat më i madh i zonës Përmetit. Vetë se na mungesa i festimeve kanë ikur njerëz, kanë emigruar në Greqi, në Itali. E dhimbshme. Ta pyesim pak babën? Babe, sa vjeç je? Unë jam 74. Edhe 100. Edhe 100. Kërkojmë ndjes një herë që të munduam. Se të vish shati ke shtëpia, të kalosh në këtë baltën, është mundim i madh. Ka rëndësi ajo punë, po. Në jam smuna kama pa. Tani problemet e fshatit tonë, si që ka ky zotëria, ta i ka ngritur edhe herë tjetër, unë s'kam qenë, herë e parë që fi. Problemi është i rrugët tje pe, diçka, disi janë. Ajo lagja s'kishte rrugë. Vetëm duan mirë mbajtur rrugët. E kuptoj. Punëtor kam, paran e marin. E marin paran. Po vinë njëherë në muaj, njëherë në 2 muaj, heqin një lopat dhe. Linjat elektrike janë bërë në vitin 69. Në korrik të 69-ës, këtu është bërë inaugurimi i elektrifikimit, të mblodh fshati, bëri festë të madhe. Dhe qa here, edhe rrim sot, nuk ka vënë njeri dorë në linjë. Të ndërroj telat, se linjat s'ka si. Po ju më aty shtyllat po bini. Dakord, ma dakord me shtyllat. Po edhe në një shtyllë se ishte e kputur mes ajo shtyllë. Nuk e di e ke parë, në një vend po ikte shtylla se po ikte toka. Kam parasysh ku është. E kuptoj. Tjetër qa kishim problem ne që thanë këta zotrin? Ore me qa jeton fshati? Ja, fshati jeton me të keq. A ka më bakti? Bakti? Ja i hemin. Na pak ky, ai atje, këtu, ai. Shumë pakin. Tu fillimisht në vitet kur u prish sistemi kanë qenë 7.000 krer dele që bante Trebeshina. Sot janë 1.000 janë. Se ikën, u i shitën. Kur sjellsi u bë,
Problem janë pompat atje se është djegur një pompë dhe nuk e di është vendor apo jo ky Nuk e di, jo, s'jam punëtori asaj Po fushë. jem afër atje. Dhe mirë, nuk jam eksperti të zonës. Edhe nëse s'punon pompë e madhe me pompën e vogël nuk furnizohemi dot. Po në që është piku ujt, pa tani ka ujë ka vjen së sipër. Tani vjen me rrjedhë normale. Lirë, për 2 muaj besoj. Që nuk kanë ndërzuar më pompat. S'është nevojshme. 24 orë ujë. 24 orë ujë. Nëntori 2019-s. Këlqyra ka 30 vjet që ka qenë në ujë, mbytej nga ujë nga gjitha anët dhe s'kishte ujë në qytet të pinin apo të invertorë. Atë ujë që merrte vetëm me kosto të lartë, 6 orë ujë në ditë merrte. 6 orë. Tani dhe përmeti dhe këlqyra Janë dy qytete. Jo, kjo është një tjetër mundësi konkrete për t'ju dhënë të kuptojnë gjithë atyre që flasin pa ditur se çfarë flasin, që thonë që akoma flisni për ujin e ditata, që në fakt ne flasim për ujin sepse kemi akoma punë për të bërë për ujin, por ndërkohë kemi ujë 24 orë në shumë zona. E kuptoj. Pra ju gjatë verës vuani për ujë? Po e më be ujësielsi, po Po këtu dëgohet gurgullima e ujit. e po është tani ka aty. Tani Janë ka të po natyrës, gas. jo të njerëzve. Po keni pas vuajtur ju në kotën e verit? Po i lëm anën ideologjike, Në kotën e verit. anën e diktaturës. Po flas sa i përket ujit. Ai ujësielsi që u bë sot, që ka marrë ujt nga poshtë, Po. u bë që në kotën e verit, po nuk u vun punë, se heri momenti që u prish sistemi dhe i mor me elektromotor, me tubo, me të tëra. Një vodhëm. Po. I vodhi populli. Populli mor. Po ne i bëjmë ato i nere. Ne ja morëm dorë. Jo. Por e shëndetësi, keni ju këtu? Shëndetësisë ja kam thënë këtë ja unë. Ha, Ja kam thënë këtë e prakut. O hiqe nga puna? po ore objekt godin ka? Jo. Po gjithë kjo shkollë më ta bëj këtu. Por nuk Është bërë një aty dhe Po është bërë privatishme. nuk e pranojnë ata. e pranon ata të arsimin. Nuk e dim se ku është problemi. Ore i fute morën këtu në një nga dhomat e shkollës. Ajo rri kotë dhe qendrë shëndetësore nuk ka vlla. Dhe bëri ai krye plaku tjetër Po, Me lekë të ti. me lekët e tij. edhe kë ka futur brenda? Mbyllur është. A e bëri për fshatin? Në fshatin. Dondi t'ja i për fshatit? Beri investimi vetë. Kish një të vëllana i ka vdek ai. E kuptoj. E qartë. Nga ca lekë për ta bërë. E kuptoj. Pra e la për Këto shpirt. probleme Ure janë, lamu, çfarë të themi tani ti? suen njeri, ure nuk vinë. Do më thënë, a i bëri dhurata dhe këta nuk i Po njohin? ishte, shëndet, ajo aty është prishur. Po infermiera keni. I Ure, fermerë ka marrin kemi dy. Dy. Kemi një vjen nga Këlqyra, ja i për mushkës ajo, kur është kohë e mirë edhe kur të kujtohet. Ure Kur shi- ka injeksioni e vjen ajo. Po kur është shi nuk vjen. Do më thënë zvjen. Jo. Për një gjitë për ku shkon ti? Syro. Po do vetë në Këlqyra, do vi ajo të më bej. Ka ta një rast unë, ja kam thënë këtja, kisha gruan smur. E njoftuam, erdhi ai bëri gjilperën e parë, po do bënte 2 herë dita, gjilperë. Edhe iku. Ku vete ti tashu? Do ikim. Po mos di kush ja bë gjilperën kësaj tash. O do vete ajo tjetra te Landa, tha, o do vi Landa këtu. Që se ka, ajo s'është e detyruar të vite kuni tash. Edhe marrë telefon. Drejtoreshën e spitalit, atë metit e ja do ta zin, herdi. Ranë ujë ditë të 3 të 4 ato atje, e bende në 2 orë gjilper. Në vend që ta bende në 8 orë, bende për 2 orë. Dhe ikte. Bende të parën, pastaj bende të dytën për 2 orë. Po është e dëmshme, më. Prandaj bëhen një në 8 orë ato. E po, hajde gje. Ja thashëm kur u bë kryeplak, Po i pas kanë bërë më shumë dëm se sa mirë, se i pas kanë dhënë overdozë asaj. ja kështu vete puna i fermerisë. Mjek jo. Po dikur duhet keni pas. Kemi patrë, që s'kem patrë. Duhet keni pas mjek, ose ndihmës Në mjek. atë kohë, këto vinin në 3 muaj të gjithë doktorët e rrethit. Se s'kishte stabël. Edhe vinë ata. Edhe vinin rrinin këtu, kishin në i dhomë. Po si, E me rotacion. Ikte njëri, vinte tjetër. Kështu i bënin. Përsa tani, të mjekën e familjes në Këlqyre, i kes gjithi halët. Ajo s'vje kur tu. Ka arë vetëm, kura pandemia, më herdhin
stopert e shtëpia mos e kisha gruan keq. Dhe me s'është para. Kjo është shëndetësia e fshatit Katundish. Larg qof po të ngri gjarpri. Sa të shkosh deri në Këlcyr, Jo shtofti bafte apo. pra njëri këtu të t'jap ndihmën e parë, Jo. Shkaj, Jo. kur ikin infermierët nga fshati në Çaure? po zhvim Pra, vjen bërë injekcion e ikën ore. A nuk vin të rrin këtu Ka 8 orarë, nuk ka. tetorarë? Se të thash unë atë Me minuta, jo me 8 orarë, so zotri. Po të lapim përpara ore. Me 8 orarë, 8 orarë si në arroje. Në injekcion vjen e ben. Nuk ka me, është fshirë 8 orarë si, në gjdo Pa jo me dikastir 8 rrogën për të orarë. fshat. E merr pak rrogën ja 7-800 Dgjoj, edhe rrogat nuk është se i kanë dhe shumë të mira për atë punë, po. Prandaj sa edhe po na punë beni ikin, ka po ata super se s'po bëkan punë për atë punë, po. Pra Jo, kur sa bën që herë ben nuk ajo që vjen edhe në ajo. Amerikë nuk i merr dot aq të ardhura. Ose pa ardhur fare të marrë Çfarë do t'i kërkoje kryeministit po ta kishe kaq ball për ball? Jam shumë kurioz. Unë jam në ata tipa që flas hapur. Ai thotë që fshatrat po rilindi dhe fshatrat po bëhen po hapen bujtina. Do hapim. Keni në i bujtin këtu në fshat? Kemi. E keni? Shumë mirë. Vinë turist? Vinë. Vinë, a? Një bujtin keni vetëm? Një. Një vetëm. Po pse mos kishe 2, 3, 5? Po në ato rrugë janë sigur duan të Duan të futet. futen. Po çaj pengon? Se çfarë pegua. Mos ti çe. Okej, ja do pyesim të rinë, se kemi edhe të rinë. Unë për këtu. vete dime ti i pesh shpite mjekun shi. Nuk i pegë. Jo. Tu në hyrje në malore si Po. kalove urën, Po? shpite mia janë ato të para. Aha. Të tërë më thonë vej bujtim. Po, shumë bukur. Shumë mirë thonë. Po bujtim do menaxher. Po. Unë s'kam, unë e gruaja. Po të kthehet djalë jo. vlla. Kur të vje ora do kthehet djali. Ah, po jo. Por e djalit pse iku? Po djali iku që 16 vjeç në Greqi, në Greqia është në Angli tani. Me gjithë thonë E, bukurinë natyrore. Ato shpita ai i beri ashtu. Po shumë mirë më Unë i viti bërë tha do vi gëzoje. vetë këtu tha. Të pleqëroj. Ah, të pleqëroj. Kështu. Faleminderit bak. Tani ta kaloj mirë këtë. Patjetër, s'është atë mbetje, ne duam pasqyrojmë gjërat më realisht. Absolutisht. Si të quajt? Quhem Bledar Kasaj, Po bledar. fermier i fshatit Katundisht. Po. Jam 43 vjeç. I martuar? Po, Ke me 2 fëmijë? fëmijë. Mashallah, ti kesh me jetë. Shqetësimi im më shumë është atë që thash, pjesë e rrugës, Aha. që një pjesë e ka bërë vetë komuniteti fshatar, të vëllezërit tanë, Po. birët dhe bijat, po më shumë bijat, çupat e emigrantëve të fshat. E ke fjalën për ato rrugët për betoni. Bravo, atë dhe pjesën tjetër e bëri shteti. Tani, midis të gjithave, kush jeton e di diçka, ne jetojmë dhe shikojmë kur brashira dhe kohë e keqe çfarë bësh. Ata me lodhi, me mund, bërën gjithë ato më të vështirat dhe ata pjesët më të lehta i bëri shteti. Dhe Tani e ke fjalën për investim të ri apo atë të riun. Për atë rënën mbi Të ririn dhe se unë kaloj ditë dhe natë, se jam fermier dhe puna më kërkon çdo kohë. Po. Është një lloj si ajo që bëra që bërej, po u flas vetëm time në këtë pjesë dhe mbushur vetëm me ujë. Tani ka punëtora s'ka, ne nuk e dim. Thonë që ka. Ky, se unë smerrem me procedura se s'na lë puna. Dhe e dyta problemi është ajo pjesa e lumit. As është as me parti, as me individ. Është pjesë që e ka bërë Tani para se të shkojmë ke lumi, rrin tek rëra bituminoze. Kur erdhën dhe e hollën? Ku ishit ju? Nuk i thatë që ore nuk shtohet rruga me rrë bituminoze? Ne jemi specialistë në pjesë. E ti the mua. A erdhën me rula? Se erdhën me rula? Erdhën me rul dhe me të gjitha pajisjet e tyre. Po. Nuk ne thamë se shoqëru Po bën ishte gunga. Ka kalu ruli aty? Po ne nuk jemi specialistë tani, se themi ai është profesionist, ne jemi si ishit tani. A ka përgjigje sa mbrapa, tani ju si media mbase mund ta verifikoni. Po. Mos e kuptoj, do të thonë po. Unë e pa me në teren. Ose unë kaloj dhe ndatem shqetësimi, unë këtë kam. Që midis të gjithave të vi dhe ta shikojnë. Ata që punojnë të bëjnë mirëmbajtjen. Ai kanali që e pe dhe veti. Zoti, e kështu është. Ne ke fjalën për tokat e për rrërën bituminoze dhe për tokën, të njëjtë problem kemi. Kjo nuk është as gjyrim partijak se mos po neve jemi shqetësim. Shiko, dhe ai boti po. Mos u justifiko se e kuptojmë shumë mirë këtë pjesë. Tani toka dukej qartazi që po merrej nga lumi. Po kryesh. Sa tokë të është marrë?
Po atje duhet të ketë mbi një dylim e gjysmë ose 2 dylim po. Ka ikur. Po. Është me fakta, punë mbase Dhe keqja ishte se po shifja tendencën jo, që po tendencë shkonte nuk drejt. ishte drejt për drejtë të vetë digë atë zotërisat jo më teja. Po. Se ashtu të bjerë la, e kupton? Ajo drejtimisht. Po merr drejt ajo. Drejt. Drejt. Lumi nuk di atër dhe që a ikën nga ka më të lehtë. Filmin e rruga dhe do thuash. Jo, aty ishte sot me nesër mund të bindej një copë radhës sepse ato toka ishte hëngër. Po. Ja Po karanore janë ato bien kështu me sekonda, jo. Ky lloj erozioni ose më sa kjo marrje e tokës është fenomen gjithandej. Po problemi është që kam parë përpjekje në fshatra tjera që vendosen prita, betoni, edhe çoku frenohet. Për shembull ka ndodhur në Shkumbin, ka ndodhur në po, Po dhe këtu po ja 10 metra tuti. Po një në kreve, ja mori. tani, ma shpjegoni pak çfarë investimi u bë atje poshtë. Ku janë, sepse unë e filmova, po nuk e shpjegoj dot. Investimi. U bën prita betoni atje poshtë? Prita betoni, be. Ha? Prita betoni. Kur u bë? Ka vite. Ka vite. Ka goxha. Funksionoi? Funksionoi. Për sa kohë funksionoi? Ja si vjet Jo, ka vite. Në Fërkov? Jo. Fërkov ka 5-6 vjet, ajo doli jashtë përdorimit 4 vjet, 5 vjet. 2 vjet ekzistoi si forum, pastaj doli jashtë funksionit. Aty ku është ajo shtylla që po ikën? Tek ajo Është bërë në shtylla. kohën ku ka që komuna, ajo ku ka që bashki. Pra ka, është bërë çfarë? ka shpejt. Që kur Ka Kanë shumë, qenë po nuk komuna. funksionoi. Pra që atyre u pa tendenca për... si është bërë bashki, nuk është hedhur as 100.000 lekë, për vetë serën bituminoze. Pra ju nuk keni asnjë lloj Jo, investimi asnjë lloj vetëm investimi. ajo që pam? Asnjë lloj investimi nga kjo bashki. Po jo, mos është bërë dhe ky muri këtu. Jo. Qa Ky muri ai që është bërë bërë pritur rrugën. ai poshtë tek shtëpia poshtë. Po. Ai është bërë në një kohë fushate. Po? Dhe është bërë çdo gjë jashtë standardit. Po pse jashtë standardit? Çfarë S'është ka? hedhur ku duhesh me themel për poshtë. Pra nuk ka themel ai? Jo, s'ka themel ai. Ai është bërë sipërfaqe. Dhe atë rrjetën e ka vënë ai banori që ka shtëpinë aty. Është krye plak. Se nuk kanë vënë asgjë. Pra dy gjëra ju mbani mend këtu, Nga bashkia. nga bashkia. Atë Një mur muri atje në kohë fushate. edhe rërë. Dhe rrët se u ngritën banorë dhe tha që do bojkotojmë zgjedhjen. Për atë murin atje. Pra nga 2015 në Kurse rëra 2006, 11 vite keni këto dy gjëra. këtu. Këtu. Asi gjë tjetër. Aq janë. Asi Dy investim. gjëra, këto dy gjërat Nga bashkia në madhe. 11 vite. Këtu nuk është hedhur asi. Pra ti po thua ishte më mirë në kohë komune se sa me Ishte 100 herë më me nisi mirë, administrative? ishin më afër komunitetit. Komunat. Po, ishin më afër komunitetit. Më në shërbim të njerëzve. Kishte më shumë shërbim ndaj njerëzve. E kuptoj. Ure nuk deni njerë të Është ta në absurde. të vesh të protestojnë banorët dhe nuk del kryetari i bashkisë. Nuk e di na se ka frikë. Vem ne ikëm. Zgjedhën të zyrë. Si kur ditë për ditë, një të protestoj atje, ai nuk rri zyrë. Se Ikëm. ka dhe protesta tjera? Po, kare, po nuk e gjenë në zyrë. Se ka frikë, nuk e di pse ka frikë na, se ka frikë. Protesta të tjera ka patur më përpara? Po, ne si fshat jo, këtë radhe dhe Ju si fshator zona proteston apo rrin urt? Nuk këtu? dali, rrin urt. A mirë, në rregull. Ja të qetë, ja Mirë, të në qetë. rregull. Ne kemi vendosur, akoma do vazhdojmë. Po do vazhdojmë derisa të zgjidhet. Do blokojmë dhe rrugën nacionale. Edhe bllokim të Po, rrugës. do blokojmë rrugën nacionale. Me qartë. Do bisedojmë me deputetin e opozitës. Me qartë. Dhe, A do kaloni, da bëni protestë politike? Po të pastaj? s'kemi çfarë bëjmë, ndryshe. Çfarë bëjmë? Nuk po na zgjidhet asgjë. Okej. E jemi shumë. Faleminderit. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Kam akoma banorë tjerë që do na tregojnë vërtetat e tyre. Jemi në një fshat shumë të bukur. Nuk e them unë. E thot peizazhi pas krave të mi. E mira do të ishte që të kishte shumë bujtina, sepse kaq bukurinë natyrore me një bujtinë janë pak. Por këtu ka probleme themelore që po i largojnë njerëzit nga fshati. Këto dhe tjera do t'i diskutojmë në pjesën e dytë. Rikthehemi miq, ndodhe me disa prej banorëve të fshatit Katundisht, një nga fshatrat më të mëdhenj të zonës Këlqyres, të Përmetit dhe jo vetëm. Një fshat që ka patur 400 shtëpi e sot thon banorët kanë mbetur 100, 150 apo 200 banor gjithsej. Ne në fshat kaq mundëm të gjenim sot. Pjesa tjetër ose punojnë në qytet ose punojnë me blegtori, me bujqësi. Kaq mundëm dhe me kaq po diskutojmë problemet e fshatit. Po si morën vesh në problemet e fshatit? Pam protestën. Emisioni fol ndjek protestën. Ku ka zë, ku ka kurajo, shkon dhe e diskuton gjëre gjatë. Pse protestojnë shqiptarët?
pse protestojnë këta njerëz të këtij fshati. Do kaloj me zotrin tjetër, si quajnë? Vladimir Mule. Kam lënë për gjysëm, po do kthehem prap. Vladimir Mule, banor i fshatit Katundisht, dhe urojmë juve mirëseardhjen këtu që po ngrini zërin e të vërtetës, zërin e të drejtës, se në asnjë institucion tjetër nuk ka ngelur që të gjejmë një të drejtë dhe të vërtetë. Pasi kemi bërë edhe 2 protesta, siç e the dhe ti, mirë po, nuk është në vesh të shurdhër. Nuk shikojmë një reagim, o vlla. Ti erdhe vetë në tereni, vajtëm të diga, është një vepër arti. Ajo funksionon si urë edhe si kanal vaditës, diga atje që është. Janë edhun 170 milion. Dhe qysh duhet të rri ajo vepër atje në gjendjen më mjerane? Ajo ura ka bërë 7 milion lekë? Me gjithë vepër është edhe vaditet edhe ajo fushat. Vaditet ngati 20 hektar toka. Me atë kanal? Me atë kanal, pa tjetër. Pra nuk është lumi ai? Po, aty para digës, si që të thashe, dhe atje përposh, ne kemi rrugë që kalojmë me mjetet e renda. Duam të marim një rrugë rrërë. Mu rëzua shpia, vla, nuk e di me qarta hedh tani unë. Ja, let vi kryetari edhe let ma sjellin mua materialin në shtëpi. Pra, ju futeni në lum? Po, pa tjetër, për para digës. Tek ajo pjesa që është direkt në lum? Para grehinës si ishtë krijuar. Atje kalojmë me mjetet e renda dhe marim rerën, marim cimendon, komplet gjërat që na duhen për ndërtim. Dhe me vështirësinë më të madhe, si që pede vetë, ati është më mjeranja. Po sa banor bëheni aty? Ne aty bëhemi gati 20 banor. 20? Te jemi 11 familje, shumica... Jeni aty në atë majnë e Kodrës? Po, tek ajo Kodra aty. Shumica janë emigracion, jemi gati 13 banor tani. Kemi, si shta dhe kure plaku, kalojnë ato, kemi 3 fëmijë që vjen në shkollë. Ne s'kemi kohë tani t'i marim prej dore për ditë, se jemi me punë. Unë me atë punë ushqem. E kuptojnë, ti lesh vetëm? E kam em rogë, em pension, edhe të gjitha. Me qa merresh? Jam fermer, kam ca të imta. Sa ke? Po kam 130 krerë. Me shterpa, me pëlla. Aq ke pas, apo ke pas më shumë? Kam pat më shumë, vlla, po fëmija ikën tani kemi ngel të vetëm. Dhe mundësia aq është, mbas mundësisë. I hoqe? Po qa të bëjmë tani? I hoqe vetëm se si mban dot, apo i hoqe edhe se s'ka vlerë, s'ke ku ta çosha? Po, hajde se ato produktet edhe shkojnë, mos t'i ham hakën se shkojnë. Me vlerën sa ç'duhet se njeriu nuk ngopet kurrë me as me pasuri, as me ekonomi, me lek. Po shkon deri mirë është, nuk është. Mirë, për ju a marrin këto baxhot, kurse ato shelegët i marrin kasapët dhe ka kërkesa treguese, nuk ka na një bum të madh blegtoria, dhe blegtoria është drejt zhdukjes si shpopullimi i njerëzve. Po mirë, ti thua që ka treg, ndërkohë që se këto dyja nuk ecin. Kur ka treg do duhet të rritet blegtoria, jo duhet bjerë. Po dhe importi është o vlla tani, se kryeministri për një maune me lakra që bërin divjaka i tha ullu poshtë, i tha fligjum ti, i tha se dalë të marrë shesin atë të Maqedonisë, atë të Kosovës, kuptono? Pra është dhe importi që në shkatrar? Po dhe importi do mos do se tani Transballkanika që e kanë bërë këta, tani e kanë lënë të lirë. Po e kuptoj, po sa ka vajt kile qumshit për ta bërë konkrete? 1400 lekë është kile qumshit, të vjetra. E deles. Po ju e keni kërkuar 2000, sa që janë kostot? Në 2070 o vllad, mund të bërë atyre. E more subvencionin për këtë vit? Po, në dhanë të pak të morëm atë tajgjin, edhe jemi të vetë kënaqur, jo të kënaqur. Ore, këst për kokë, a merë këst për... E marim këst për këreri, marim. E sa ke marë? E marë të plot? 1200 lekë të reja. Po e more të plot? Po të plot në i dhanë. Të plotë? Na i dhanë të 2 keshtet, nuk ja ham hakën kryeministrit. Ne kemi marrë, nuk i ham asha. Ne duam të themi vetëm të vërtetën. Të vërtetën pa tjetër. E kuptoj. Janë problemet e tjera, janë e infrastrukturën. Ja dhe këtu batë për balë që jemi neve e pash me vëmendje, shiko atje. Ka investuar njeri dhe ka edhu betonin, ja atje për balë, mund ta kapi e kamera, shiko, investimi atje a personit, ja, investimi atje. Që duket si rrugë. Ja, ty drejt për drejt, e ku është ai betoni, shiko, drejt ikjes është ai. Përse? Për arsye njerëzore. Ja, kështu punohet në infrastrukturë. Tani ta dim o vlla, se kemi ardhur këtu për një bashkëbisetim tamam si bashkëshatar, si edhe juve të falenderoj për zëmërsisht. Nuk e dim tani, nuk e di a është në rangë republike kjo,
Përse mbajnë punëtorët? I mbajnë për statistika apo për t'i dhënë shërbim komunitetit? Po ju a i keni kërkuar për atë rast konkret për shembull? Ne vajtëm protestuan fort, ishim 20 banor dhe nuk morën përgjigje. Jo individualisht që është kohë të vesh. Të vend pim në një kafe të kthehemi në shtëpi. Ne kjo na vret më shumë. Po mi molla, kur u vjen për zgjedhje. A ju kanë ardhur për zgjedhje më këtu? Por pse se kapni për xhakete? Ja unë e kam votuar kryetarin e bashkisë. Ore shumë mirë ke bërë që se nuk i hyn në ati. Jo më zotri, po të jap një fjalë të vërtetë dhe e vërteta e si dritë e diellit. Po. Unë e kam votuar dhe dua të bëj një takim me të. Tekstualisht e kapa kur u nda se u nda dhe kjo me si mund ta shpreh unë ty, u nda me privilegje dhe ai dheu patozit, se nuk është ai shkot, ishte për të harxhuar lekët. Edhe ajo rëra bituminoze me Atje kur erdhe ti te ura jon, na premtoi që do ta shtroj. Dhe e kam vajtur e kam kapur. Po. I thash kryetar, dua të takoj në zyrë, s'ka nevojë të tako këtu. E kapa dhe më premtoi që do ta bëj. Atë rrugën tuaj. Të bënin ata të pjesë po pra deke ura. Bravo. Dera aq i kërkova. Të gëzojmë edhe neve diçka nga frutet e investimit publik. Edhe nga taksat më që paguan. Ose nga taksat. Edhe unë dua të gëzoj vëllai. Po nuk e mora atë gëzim, ngela i dëshpëruar. Dhe nuk kam se ku të ankohem. Rrofshi juve edhe qofshi sa malet. Faleminderit juve që flisni. Vini dhe pasqyroni realitetin në fshat, që fshati është, si shtede ti, është mrekulli natyrale. Tërmi si balkon. Bravo, balkon. Tu zjat e tjeta. Këti balkoni këta e kanë shëntuar, e kanë shpopulluar. Dhe këtu është, nuk jetohet, edhe ne pak të rinj që jemi këtu, s'na bën zëmra të punojmë me këtu. Shiko, kur ti thua e kanë shëmtuar, flitet për 10 vitet e fundit, për 20 vitet e fundit, për 30 apo për ta ashtu quetur në demokraci. Pra është një sjellje e keqe ndaj fshatit në përgjithësi nga politika jon, apo këto 10 vitet e fundit ju po shikoni diçka që se keni parë më përpara? Kjo është sjellja më negative dhe më mizerable që po bën kjo klasë politike që në 90-ta dhe deri tani. I ka lënë në pyjet si pa zoq dhe fshatrat shu kanë ngelur, nuk ciceron më në pyll një zok të dëgjosh. Edhe fshatrat, ja kanë ngelur brezit tret, sa t'jen edhe këta dhe pastaj me këtu, le të vinë arabët, le t'i sjelli Edi Rama arabët këtu. Se maso i duken më mirë ata. Ne kemi qenë me shekuj këtu o zotri. Kemi qenë autokton. Dhe qysh duhet largohemi neve në ky vend? Neve themi që të sjellim emigrantët, të investojnë këtu dhe të ringjallet fshati. Se fshati është si puna asaj naftës. Që pa naft nuk ikën makina, herë dhe me naft këtu zotri. Kurse ne jemi prodhus. Prodhoj mish, qumësh, grur, të gjitha produktet që i duen njeriut. Kurse këta e kanë hequr vëmendjen fare në fshati. Shikojnë ato 2 tortuaret aty në qytet, edhe thot kanë bërë, unë thot ai. Dakor, të është shumice e popullit, po me çfarë ushqehet ky popull? Ushqehet me pllakat e tortuarit. Këtë na kthej Edi Rama neve. Ne kemi ndërtuar një instrument financiar që përtej buxhetit shtetit, i cili është rritur në krahasim me vitet e shkuara në funksion të mbështetjes së skemave të zhvillimit në bujqësi, që nga projektet e investimeve për pika grumbullimi, për përpunim produktesh, tek subvencionet e drejt për drejta për familjen fermere, dhe është vetëm mungesa e përkrahjes nga shteti dhe lënia jetim e familjes fermere që e ka sjell situatën në vitet tëra në një rënim të vazhdueshëm dhe i ka bërë të rinjtë e fshatit që gjëja e vetme që mendojnë është si tikim. Ndërkohë që këtu janë tokat e të parëve të tyre. Jepa jemi neve 10 fermer këtu, pse me këto mbahet Shqipëria, po ham hormonet o Erion. Po ham hormonet e botës dhe është skandali i shekullit. Ja, është mbushur onkologjiku sikur të jetë lufte e dytë botërore. Vetëm nga papastërtit dhe nga keq ushqyerja që po i jep këtij populli, Edi Rama, kryeministri. E ke fjalën për importin? Po importi tëra, këtu janë baza. Në kohën e Enverit vinte moshatari 900 vjeç, tani po vdesin na 50 vjeç. A është njerëzore kjo?
kesh të vdesh 50 vjeç nga zemra, nga kanceri. Jam jep ti një përgjigje, se ti e ke gjezdisur gjithë Shqipërinë. Kam qenë dhe gazetari i shëndetësisë për 15 vite dhe di shumë mirë situatën e... Akoma ja saj fushe. E di shumë mirë situatën te onkologjiku, ku vetëm në 10 vitet e fundit është katërfishuar numri i kancerit, nga 2 deri në 3.000 raste të reja që ka qenë diku nga vitet 2012-2013, thënë nga shefat aty, ka vajtur në 8, në mos më shumë, sepse jo gjitha rastet raportohen të reja në vit. Kështu që unë e kuptoj shumë mirë edhe hallin dhe edhe problemin si ti e shtron. Çështja është që gjithmonë më shumë në pikpyetje në Shqipëri vjet prodhimi vendas. Përdorni kimikate, përdorni pesticide, përdorni insekticide. Ndërkohë që kohët e fundit, për herë të parë qeveria po thotë që po kapen me aflatoksin grur e misër nga Serbia. Dhe pyeti që unë shtroj si gazetar, në fakt ne po e diskutojmë bashkë, nuk të shtroj do të pyet e ty. Sa ko ka ky gru që futet në Shqipëri? Ne tani e kapëm. Luri ka që me fillimin dhe... Pa jo pasqyre të vërtetës janë vetë sëmundjes. Ka nevojë të bëjmë të gjejmë kohën e kur është futur. Jo, se ka të bëj shumë edhe koha. Pse e shtroj kohën? E pyes gjithmonë. Ka qenë më mirë në 2017-2018 apo sot? Unë ndjej se ka qenë më mirë. Dhe prodhim kishte, dhe njerëz kishte më shumë. Më shumë. Atëherë ti po thuat në 2018, në 2019, 2020 përkon Ballkani hapur. Po. Dhe pyetja madhe është, a ndikoi pozitivisht apo negativisht në Shqipëri? Se mua më rezulton nga fshatarët që është negativisht. Shumë negative, jo pak. Është shumë dhe duhet të jetë me forcë të madhe. Kontrolli i ushqimit për njerëzit. Se ç'të thash çik më parë është gabim të përsëris shpesh fjalët, nuk duhet të ndalohet ose të bëhet kontrolli i rreth. Mbaro prodhimi vendas, po dhe atyre është më keq, se prap do vi. Pa i thot Meri, unë nuk blokoj thot, sepse jam pjesë e ceftas, jam pjesë e marrëveshjeve. Politikat e brendshme dhe të jashtme i bën kryeministri bashkë me qeverinë. Të mendohet 100 herë. Pa kontratën për furnizimin nuk bëhet se ky si vendas, kaq prodhoi unë thotë ai flegjum. Ore me kontratën se sot shkenca ka arritur në destinacion lugën e fundit të dheut dhe ka llogaritur sa prodhon. Po me dhënë, ka ecu teknologjia, se po të flas me teknologjinë e me shkencën. Zotria ja fut gjumit dhe nuk prodhon. Ku do ta gjej ai të furnizohet qyteti? Për shembull, kush mungon? Kryesorja, sipas jush. Sipas mua, ku çalon muhabeti? Unë nis një aktivitet në iniciativë të lirë. Po. Ma ndërprej iniciativën e lirë. Unë do të tregoj për veten time. Po. E nisa tufën e dele me vitet 90. Edhe vajtan e migracion atje, më kërkoj një nata, më kërkoj çaj. Në Trebeshina se kishë qenë luftën e dytë botërore. Kishë prerë e kemë zotëria. Edhe më tha mua Turbushinë, tha, atje tha kemi lënë tha kockata. Edhe çaj e minë sot në këtë gjendje paqe që të gjejmë mirë kuptimin e gjithë secilit. Edhe më tha mua to më marr që to vesh në Albani, tha marr çaj tha, në Trebeshina po kthej në lindja, edhe në perëndimi tha. Njifte mirë zonën e? Njifte shumë jo, kishë qenë prerë kemë luftaj në Janinë e prekemë. Kuptoj. Ja zbatova të i thaj, ku ja shpua qaj nuaj, më dha një denk me dramia ishte atë resefte. E kuptoj. Edhe me ato bleva delet unë. Bleva delet unë edhe zura me ram, se dëgjovaj se liberishim e iniciativë të lirë shqiptarët. Po shumë mirë. Dhe unë zura i mone atje për poshtë, edhe një stru lartë Trebeshin. Edhe ndërtova ekonomi familjare. Në vitin 2000, kryeministri Ilir Meta, na avje policie shtetit atje, se këshim bërë reformë që të meret kullota. U i thash unë, përse të më marrë kullota? Atje ku familja delet e syri shtrungës. Atje erdhën të gjetën në marë? Këtu në dimërore. Të gjetën këtu poshtë. Të kullota dimërore. E kuptoj. Kështë e fort kjo. Po unë tija u sola me ata policët të drejtën e busqesha i thash gjoj i thash. Kjo është pasuri komtare, u shqemi e fëmitet, po e fëmit e mi i thash. E ne to silemi si njës të azirin problemi thash. Po beua ka që si e mori i thash unë. Si e ka marrë ata ai. Tani i doli pronari asaj? I doli pronari. Atje në majtë malit? Më vunë shofrën mua, edhe këtu poshtë. Më vunë shofrën mua, me eliminuan me tufën e dele, i shita u. U eliminova. Pavarësi se ka që rezultova shumë që mu vra dhe papaj na undana jeta në Rukëfina Trebeshin. E ka me sotë, kanë shpur plake mirë të ati. Më ra dhe vlaj në shkemi dhe nuk undava. Erdi shteti, më tha falimentim. Ti tani me çfarë jeton? Unë jam invalid, unë kam hapu kafën e kokës minirën e me malijek.
Qymirguri. Ke marrë gjë nga minierat? Po sa marrë Pension. 130.000 lekë invalid. E sa punove ti në tokë? 6 muaj. Ja, me ata kam qenë bashkë. 6 muaj. 6 muaj dhe u ndodhi fatkeqësi, a? Edhe nisa këtu do me dhe pakëm në ajo që mi jep shteti edhe në kam e pak blektori aty se ato të shumë do me eliminuan ata. E kuptoj. Edhe sola si njeri se po të marrë që rastin me Iliri pa tjetër se si kokonosa aty në policë ore. Po se diskutohë. Mirë, ti lëm se janë ta dëgjoj në Burgu. Ta dëgjoj në Burgu se ishte. Ora po ishte es konkretisto, ajo sjellë që bëra unë me atë që ka bëra ai. Tani ato toka kush i ka? Kush po i gëzon? Atë kulloto. Atë kulloto tani di bashkia se të më hiqë ata 2-3 kanë vetur. Atëherë ti në atë kohë Gulxhini zilet e këmborën. Aha. Pra s'ka më çobanas, pronaras. Vetëm një merr na Pogorani, vetëm ai vetë atje. Kemi një alitane tu e s'ka më njëri tjetër. 7.000 krerë bande mali. Panele di Rama i themi. 7.000 krerë dhe. Jo më jap, se ka dalë edhe këtej fjalë për panele? Po do dalin ato detyrimisht. Jo do dalin, po ka dalë me vërtet? Këtu ne flasim për zonën tonë. Tani. Kush është problemi jot më i madh? Ai problemi që ty të ngacmon çdo ditë kur del nga shtëpia, që ta çosh jetën përpara. Të kemi ekonomi të shëndosh. Të paktën jetoj pa pasurojmë. Ku i ke fëmijët? I ke këtu? Një kam në arsimtare, një vaj, një kam në menaxhere në blok në Tiranë. Mashallah, i ke këtu në Shqipëri. Këtu i kam unë. Që ke me fat. Po i kam edukuar unë, nuk i kam thënë unë që i punoj po ju më dha ata shkreta që edhe ne që morëm rrugët e botës edhe unë një prej tyre të edukuar ishim. Sa fëmijë ke ti? Unë 2 kam. I ke me ynë. 2 vajza kam dhe unë si puna jote. Faleminderit. Jo, dëgjoj, nuk është çështja se nuk janë edukuar shqiptarët. Çështja është se shqiptarët kanë ikur në kohë të ndryshme dikur për jetë më të mirë e sot për halle të mëdha. Ka bindje të kthej prap. Do kthehen e ç'kem te. Edhe që to shumëzohet prap populli to shumëzohet ti që bin to jemi gjallë unë ti. Do jesh. Po to që dall trot. Amin. Amin. Faleminderit. Këto kisha unë. Faleminderit. Ta kalojmë edhe një te zotëria sepse e dua se to ndjek televizion këto të rajthash. Absolutisht, ne nuk do presim, ashtu gjë. Mos u bëç aty ndërprerja te studio. Ne shkosh te studio. Ne siç e thua, ashtu e transmetoj. Absolutisht. Do të gomarta. Këto janë hallet e fshatit. Po të gjitha. Po ti vet, për postyre halleve. Si e çon jetën përpara? E mbyll dot muajin me të ardhurat që krijon nga baktia. Shko tani si puna që ndërmjet neve se në përgjithësi kjo është mënyra bazë si fermer, se këto nuk janë mjaftueshme për arsye se tani e kupton të themi një shifër të përgjithshme, për shembull, një familje me 4 antar që jam unë, për shembull, 2 në shkollë, një në kopën e shkollë, po, në arsim me fjalë, me 9.000 deri në 10.000 apo 12.000 lion lekë ose euro, si mund ta quash. Kaq marr me ato. Edhe një shkollë sa siguron ti 10.000 euro ose 10 milion në vit. Në vit. Ato janë gjithë të ardhurat e tua nga ato, nga si fermer ose mini fermer mund të quajë. Këtë është bazike ose është diçka. Pra, duke hequr ushqimin, duke hequr çdo gjë, kjo është fitim apo me gjithë? Po të gjitha janë. Jo, ore, hiqi kostot. Je ke fitim 2. Jo. Të gjitha merkaqe. Po 10 milion realizon ti nga Kopeja dhe pastaj hyn ushqimi, hyn po të gjitha. Vaksinat e ku di unë çfarë boni vaksinave. Qerat e tokave. Po çfarë ngele ty pastaj? Po hiço ja jetojmë. Nuk u bëhemi barr njerëzve. Kaq është. Jeta jonë. Nuk u bëhemi barr miqve, shokëve. Eci me këmbët tona. Ai ke thënë atyre punonjësve të bujqësisë rrethit që mua nga ik toka të paktën të heqin taksën. Se ti tokë s'ke, po taks paguan, apo jo? Tani që të jemi të drejtë për drejtë. Taksa se lekët aq se do t'ja sigurojmë shtetit, po atë tokë nuk e fitoni me. E kuptoj. Se e mori lumi. Kjo është bazikja, e mori lumi o të marrë të lumi taj. Ajo është diçka që duke. E dyta, neve të gjithë toka që atë toka pronë, është pronë me qira. Së shtalli taksës. E ke me qira, do më thënë ty nuk është, po dikujt preket. Ka të gjatë unë e paguaj. Në fund unë e paguaj. E kupton, kjo është e gjitha, shqetësimi. E kuptoj. Në ndihmë nga shteti merr një subvencion? Atë si sa edhe ai paraforsi. Vetëm për delet, po për tokat. Për tokat, ke pak. Jo, kemi shumë toka, po ka disa burokracia, si mund ta quash me fjalë, ose
për shembull tani, unë jam qiramarës, por nuk jam me letra. Në kuptimin të drejt për drejt me notera, se mund të ata thonë, dua një hipotekë të tokës, apo hipotekë nuk i dini shumë. Po ato procedurat që janë këto gjë. Dhe sa të vem në të bredhin për të zyre, nuk i bim do se s'kemi, sot i kemi lënë brenda malli punë. A është pensionist, a i pret, kurse ne kemi punë, unë e këta aty fermia. Po të presin fëmija ta se i ke futur gjërat brenda, ne të kemi mbajt, ne të po të mbajt peng ty. Tani për sot jemi për edhe tona ju që na erdhe dhe kjo është e gjithë. Nivelli 1000 euro, jo 1 euro Elion. Dhe të vish prap. Ne nuk i kemi politike gjërat dhe nuk na intereson këto që janë thjesht. Janë gjëra reale. Reale, ai ka shqetësim e urrit, ka shqetësim e rrugës, ai punëtori që me rrugën. Dhe i ta bëhet kanalin. E kuptoj, sa bakti kishe? Po, diçka ti sa i parafolë 100 apo. Do doje ti 2 fishoje? Dua me 1000, po s'kemi. Po pra, jo, këtu duhet dalë. Çfarë duhet të bëj shteti që ti të dyfishosh numrin e baktisë? Ai si shtet, këtu ka plot prona. Fshati jon, ai tha 7000. Po ne që jemi 1000 apo 1500, apo e 500, do ta quajmë se 50 ta kemi, na 100-500. Duam këtu ka prona që ti takoj fshatit, e cila prona e merr dikush tjetër. Për këto, për kullota thua? Një sekund. Po ja dhe kullota më saktë është për teja. Po. Është pronë e fshatit ton Katundisht. Ajo zona atje? Po, në kratë të majt. Po. Është pronë e fshatit ton Katundisht. Unë atje jam 300 metra nën të. Tokën atë pronë që është... Kullot e ha... Është e fshatit Katundisht. E fshatit dhe ha një fermer i fshatit tjetër që është i Tolarit. Ore, po kryeministri tha që do t'i japin për 10 vjet atij që ka... Tani çfarë dua unë? Unë kam 20 vjet që në 2001, kur ai parafolë si e latë, se s'pati kështu. Unë si miri, kam menduar të jetoj, dhe kështu. E fillova. Dhe kështu janë të gjitha. Janë fakt dhe realitet. Tani ky sistem këtë dua, për shembull. Atë kullot, meqense unë jam atje, fermeri, pse mos ta marr unë ta ha unë? Ta, për shembull, jam. Nuk po vetë vija ai. Është pronë e fshatit. Është pronë e fshatit. Nuk është se ta haj ai Tolarit me çfarë baze. Po mirë, me çfarë argumenti ka ardhur tjetri dhe e ka marrë këtu? Atë ta gjithë kur plaku që është një çik. Po, pakon kryeplisisit. Po kryeplaku s'po japin derën. Jo ta fajsojmë, jo. Me forcë, me gure, me drur. Le ta hapim me forcë. Hajni gjërat. Ajo pjesë që ka ai është e beut. Jo, nuk i di ç'është pjesë. Pjesë breun e minde poshtë është e beut. Po. Është pronë, është i kthyer pronarit. Ja ka kthyer shtetin. Okej. Mirë, nuk po merrem në pronë e pronarit. Ai jemi shteti do. Po zotëri. Ka dhënë ai atij, si ka dhënë shteti. Të lutem, ka pronë shtetërore po them. Ti më ku janë shtete më min aty, ku janë shtete ku janë privat. Po thoj atë, ti pastaj atë po i thot. Unë po i them pronë shteti. Mirë. Pronat shtet ju kërkoni si fshat, si fermer, ti merrni ju dhe ti përdorni. Ti më bëre një pyetje mua, unë këtë dua. Tani për çfarë sy e merr ky si na shtet, na fshati tjetër? Unë ja kërkoj shtetin. Dhe e dikush është e forta sepse unë e bëra pyetjen për tjetër gjë. Po nuk doli aty, doli tjetër kohë. Në Kosovë, që është shteti 18 vite shtet, shteti fundit për nga subvencionet, ne jemi të fundit e të fundit, një fermer merr 28 euro për dele. Po. Pa i kompensohet. Ndërkohë që ju kompensohet edhe për tjera, për fara, për tjera. Ndërkohë që ju merrni 12.000 lekë dhe ato 12.000 lekë i merrni të ndara në 2 këste. Për këtë e pyeta zotrin. A ka nevojë për subvencion më të madh? Zotëria më tha, duam kullota. Pra ne jemi ke niveli kullotave. E mora përgjigjen. Po kjo tani, atë pa në ato që na kanë në rregull, po këtë ne duam këtë. Jemi të vetë kënaqur me ato, thash. Nuk jemi të kënaqur, po të vetë kënaqur. Pra ne duam, ne kënaqemi me pak si popull. Bravo. Po ne janë këto mënyrë, këto baziket, këto na kanë vrarë shpirtërisht. Se ne nuk u kërkojmë, as na vind na lëshojnë ato dhënd, as na punojnë tokat, ne me mishe, me shpirt, po përpiqemi të mbijetojmë, jo të jetojmë. E kuptojmë. Tonë Erion. Po pra. Kjo është më negativja. Po, për ta vadit tokën si e bën? Ka më kanal vadit? Presim Perndin. Janë mbyllur. Perndin. Me çfarë vadit? Do njëri për shembull si hallexhi si ai që na halli me pompa, me kështu me ato tuba. Me tuba me elastika. Ja, pra paguani prap motopompën, atë pompën që të pomponi ujë për këtë toka. Erion, është dig atje që thash unë ty një çik më përpara. 20 hektar. Ajo zë 20 hektar dhe unë kur e plaku edhe ca banor të tjerë që janë të interesuar,
Ja se janë ca porta qeliku atje, nuk të quan të ato ti, i ngrem në mënyrë primitive me makara, ne i ngrem atje që po të bjerë një port në ato të zerë, me nuk besh njeri. Rrezikoni jetën duke ngrit porta. Tjetër mo. Janë dy kudalsh ato. E kuptoj. Ato janë shumë të renda dhe dikur ato ngrihen me elektrike, ha? Jo, me mekanike. Me mekanike, ulu dhe pak kryetar. Edhe pak. U prishin ato, u prishin. Nuk ishin se këtu bet gabimi. Kur i bëjnë projektet këta dhe i çojnë lart, mendojnë vetëm për një gjë. Në kohë kur bëjnë dy gjëra. Atje, siç të thashë më përpara, atje ndalohet qarkullimi i 50 banorëve. Tek ajo ura. Tek ajo ura. Dhe e kishin bërë me timon këta dhe dilte timoni mund me sturës. Drejtë makina. Kupton? Së bëj për makina jo, fitimisht. Ore, ishte gabimi i projektit. Ore, ju rrezikoni tek ajo urë. Shumë rrezikoni. Ju më thoni që ne ecim me të keq, por në halli. Se si mund të ecësh në naturë? Po në halli mos do të rritë, çfarë do bësh? Është halli i madh. Po të precë atë urë, na prishet ai urë, ne jemi të mbaruar në atë. Izoloni komplet. Komplet. Ja dhe pak babë dhe të mbaruam. Faleminderit. Tani ne folëm troç, folëm hapur, kështu do ta përcjellim si emision. Zoti kryeministër, këto janë disa nga hallet e fshatit Katundisht. Këtu është shumë bukur për atë projektin tënd, bujtinave. Ç'është se këtu po ikin njerëzit, se s'kan gjëra më elementare. Ky është emisioni miq nga fshati Katundisht. Ne do të jemi të premten tjetër në një fshat tjetër Shqipërisë, në një zonë tjetër ku ka njerëz në hall, njerëz në probleme. Ne do t'i dëgjojmë nga i pari ke i fundit. Ne nuk censurojmë askënd. Siç e thon fjalën, do t'u asillim tek ju. Deri atëherë, nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.